Një avion i kompanisë Turkish Airlines me 267 pasagjerë në bord u përplas me një strukturë metalike radari në aeroportin Antaljas në Turqi, duke psuar dëmtime në krah dhe në një pjesë të trupit të mjetit fluturues. Sipas raportimeve, pas përplasjes u aktivizuan maskat e oksigjenit në kabinë, ndërsa u hapën edhe ndarset e bagazheve mbi sedilje. Për arsye sigurie të gjithë pasagjerët u evakuuan me njerë nga avioni. Pamjet nga ngjarja tregojnë dëmtime të konsiderueshme në njërin krah të avionit, si dhe rrëzimin në pistë të strukturës së madhe metalike ku ndodhej sistemi i radarit. Një pasagjer deklaroi se pas uljes së avionit dëgjoi një zhurmë të fortë dhe vuri re një pjesë që ishte shkputur nga mjeti fluturues. Ndërsa një tjetër udhëtare përshkroi momentin e përplasjes si të frikshëm. Në vend ngjarje mbërritën menjëherë ekipet e emergjencës dhe zjarfiksit për të garantuar sigurinë e pasagjerëve dhe për të kontrolluar situatën. Sipas informacioneve paraprake, dyshohet se krahu i avionit preku antenën metalike, e cila më pas u rrëzua mbi trupin e avionit. Një person raportohet se ka mbetur i lënduar.